me fol ben, për bes nuk latë me fol. Paramenoj në një situatë kur LDK-ja ishte duke bo veprimet e tilla me këto vota. A di qa kishë bo profesor Muja? A di qa kishë bo shoqënia civile e këshin kollë dej me një bazuk e kanë gjujt kuvenin, gaz lët sjellës, gjdo gjo kanë bo. A pe kuptani. Ja po harrojna, ja spithojna me qëllim. Kjo e problem. Neni, që ta si në deputet, ata janë deputet, neni 70 i kushtetutës atë mandatit deputetit Kuvendit Kosovës fillon ditën e certifikimit të rezultatit zgjedhjeve, edhe pa betim. Ja, pa betim. Edhe ma herët. Po bre, s'mon me ushtru për funksion. Po jepi Korça, jepi. Në qoftë se sipas kolegëve, në qoftë se fajtore është për shembull vendosja që i ka fitu votat dhe ka dalë para me 53 deputet. Po e marrim ashtu si është. Çka është të bëjë opozita për momentin? Cilat janë kauzat e opozitës? Për çka është të negociu opozita? Të gjitha partitë opozitare po flasin vetëm për pozita shtetërore, nuk po folin për shtetin, nuk po folin për zhvillimin ekonomik, nuk po folin për kthimin në tavolinën e negociatave për dialogun strategjik. Veç pak ka mundësi. Nuk po folin për padin, për gjenocid. Sakt është. Sakt, këto janë tema. Pse s'po folin? Po pse s'po folin? Sepse kush i ka premtu këtë gosh? Nuk po folin për padin që ka pas mja bot zoti Kurti për gjenocid civil. Nuk po fol për aeroportin e Gjakovës. Nuk po fol për banesat e çifte të reja. Po lejni tash edhe nuk po folin as për zhvillimet e 1913. Se s'po folin. Se nuk dashta më të rënu ma herët, më të rikujtu, sepse kjo qeveri ka arë me premtimin që mas pari ku mi bo padi shtetit Serbis për gjenocid. Aja ka bo. Kush duhet me fol? Aja ka bo. O jam të pyt për opozitën. Kush e ka premtu dhe kush ka qenë të gjashtë? Korça, ti po argumenton, leni historinë ju lutën se sot keni një tendencë me fol.